Ku jemi rikthyer në studio, do t'i themi mirëmëngjes të ftuarve të parë për ditën e sotme. Njëri është Kol Nikolla, është kryetari i Konfederatës së Sindikatave dhe tjetri është Edison Hoxha, nga Qendra për Marrëdhënie Punit dhe Dialog Social. Mirëmëngjes Emisar. Mirëmëngjes Messi. Do të themi gëzuar në radhë parë se është festa e punëtorëve, është festa e solidaritetit, por është edhe ditë proteste. Si vjen ky 1 maj i 2017 në Shqipëri? Në vërtet, ne tashmë ka kohë që Konfederata e Sindikatave, ndoshta vetë nga sindikatët në Shqipëri, që ka përcaktuar qartë që 1 maj nuk është festë, por në fakt është ditë proteste. Është një ditë që promovohen dhe artikulohen kërkesat e punëtorisë për gjithë problemet e tyre shqetësuese, që të cilat fatkeqësisht në Shqipëri janë tepër të ndjeshme dhe tepër të mëdha. Dhe promovohen këto drejta duke artikuluar kërkesat e tyre dhe duke përkujtu ata që kanë ranë punë, duke tërheqë vëmendjen politikbërjes, vendimarrjes, për kushte më të mira pune, për sigurinë të shëndet në punë, për paga dignitoze. Le të ndalim këto, për çfarë konkretisht protestojnë në këtë 1 maj 2017? Normalisht ne sot kemi një ditë proteste, në orën 10 tek sheshi kemi zgjedhur një shesh i cili është shesh simbol i protestave, por dhe i papunësisë fatkeqësisht, sheshi tek ushtari i panjohur, për protestuar në orën 11, tashmë në vijim të gjithë kërkesave që ne kemi parashtruar gjatë gjithë vitit, të cilat kanë bërë kryesisht me problemin e pagave, të pensioneve, të kushteve të punës, për të siguruar një punë të denjtë dhe ajo që është më kryesore për të garantuar dhe punë, sepse fatkeqësisht në Shqipëri papunësia është mjaft e ndjeshme dhe sidomos skëtërit. Edison, naftëtarët nuk pritën edhe gjatë fundjavës, nuk pritën 1 maj, edhe gjatë fundjavës kanë protestuar madje me masa ekstreme, protesta ekstreme në lartësi. Si është situata e tyre? Jeni marrë gjatë me ta, i keni mbrojtur edhe në gjykata madje? Patjetër. Atëherë fillimisht unë dua të theksoj që dita e sotme sigurisht që gjithë bjem dakord që është një ditë proteste dhe jo një ditë feste. Por minimalisht ne duhet që, nëse nuk arrim do të bëjmë ato protestat që ne kemi nevojë, apo protestat e duhura për të sensibilizuar gjithë palët e tjera në këtë proces, duhet që të fillojmë të sensibilizojmë, të bashkohemi dhe të solidarizohemi me njëri tjetrin, të paktën punëtorët dhe sindikatat, dhe të sensibilizojmë të tjerët për të drejtat e tyre, të sensibilizojmë qytetarët për drejtat e tyre në shoqëri, sepse një gjë është pak por e sigurt, pa respektimin e drejtave të punëtorëve, që është grupi interesit më i madh dhe më i organizuar në një shoqëri, nuk mund të ketë një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social. Për këtë arsye, unë fakt të krijuar dhe Qendra për Marrëdhënie Punë dhe Dialog Social, e cila prej shumë pak kohësh është e themeluar prej janarit, le të themi, të këtij viti, dhe që është angazhuar në disa drejtime, në mbështetjen e sindikatave, në promovimin e drejtave të punëtorëve në punë, dhe një nga ato aspekte për atë që ju sapo pyetët është edhe pjesa e mbështetjes ligjore. Mbështetjes ligjore falas për kategoritë ndryshme punonjësish, për sindikata, për grupime punonjësish. Kur ofrohet kjo mbështetje? Kërkojnë? Pikërisht. Kjo ka të bëjë dhe me një aktivitetin që ne kemi në terren. Aktivitetin me bashkëpunim dhe me sindikatat që ka qendra, dhe një nga këto është pjesa e mbështetjes mundësisht kolektive. Dhe një nga këto raste është pikërisht problemi që kanë punonjësit e Armo, të cilët prej shumë, besoj që gjithë janë të informuar, prej shumë kohësh ata kanë probleme të mprehta në lidhje me pagat e prapambetura, që ato nuk kanë marrë gjatë një periudhe kohe prej më shumë se një vit. Dhe në këtë drejtim ne jemi të angazhuar që të mbështesim ligjërisht nëpërmjet deri në proceset gjyqësore. Ka nisur në proces gjyqësor? Ka nisur në bashkëpunim me Konfederatën dhe me Federatën e Sindikatave të Punonjësve të Industrisë, ku ata bëjnë pjesë, gjitha punonjës. Ne kemi iniciuar këtë mbështetjen ligjore dhe përfaqësimin ligjor falas për gjitha punonjës. Dhe jemi të gatshëm që të angazhohemi drejt për drejt për ta përfunduar me sukses proces, me qëllim që gjithë punonjësit marrin pagat e prapambetura dhe të mos dalim pastaj në ato situata që ju i përmendët që dikush ndërmerr deri në masa ekstreme. Mund të themi se një punëtor sot bën një jetë më të mirë se sa dikur? Mund të bëjë një jetë lirë, po jo të mirë. Në aspektin e lirisë njerëzore, sigurisht që sot punëtorët kanë drejt të protestojnë, të flasin, të lëvizin. To janë anë pozitive, sigurisht sistemit, jo të qeverisjes. Normalisht që punëtorët sot përballen me shqetësime të jashtëzakonshme, qoftë përsa i përket problemit të punës,
të mos garantimit punës, mos pasë sigurt një vend pune, jo vetëm sigurt nga ana shëndetësore dhe fizike, por dhe të sigurt nga ana administrative, sepse dihet që sot papunësia në Shqipëri dhe në gjithë rajonin tonë është shifra alarmante. E duan shqiptarët punën? Normalisht punën e duan të gjithë, por problemi është se kush i organizon dhe mirë menaxhon problemin e punësimit. Pikrisht puna është ajo që dallon njeriu nga qenët tjera dhe normal që duhet punën. Unë jam Jo, kundër asaj. sepse i referohen deklaratave të shumta të cilat dëgjojmë që vende pune ka, duhen thjesht ato janë butaforike, janë probleme politike. Për sa i përket problemit të punësimit, normalisht situata është mjaft kritike dhe nëse nuk do të ketë rritje ekonomike, nëse shteti, qeveria, kush do qoftë radhës, nuk do të punoje përsa i përket problemeve të krizës ekonomike, të konsumit, janë probleme që lidhen direkt në hapjen e vendeve të punës. Nuk është probleme që të hapesh vendje punë në letër apo në televizion. Vendet e punës të fakt hapen duke kriju rrethana lehtësuese biznesit, por dhe duke punu për rritjen ekonomike. Vetëm nëse ne kemi rritje ekonomike mbi 6%, atëherë sigurisht do përkthehet në rritje ekonomike. Po, keni arritur të paktën një sukses të pjetëshëm, do ta quaja unë, me rritjen e pagës minimale me 2000 lekë të reja. Asgjë s'është arrit. Ne po bëjmë presion dhe do të vazhdojmë për presion pozitiv sigurisht. Dhe normalisht akoma përfundimisht nuk është miratu, megjithëse qeveria ka projektuar tashmë për 24.000 lekë, shifër kjo totalisht e pakonsiderueshme, sepse dihet që prej 4 vjetësh nuk është rrit fare paga minimale. Ne kemi kërkuar që ajo të ishte minimalisht 28.000 lekë. Mirë, po fatkeqësisht ne sindikatat nuk bjem në një konsensus, kjo është fatkeqësia jone as pari, por edhe menaxhimit e drejtimit të lëvizjes punëtore. Sindikata tjetër kërkojnë 24.000 lekë dhe qeveria abuzojnë në këtë drejtim. Pastaj ne u tërhoqëm dhe dam një shifër tjetër 26.000 lekë për këtë vit dhe nga një janarit fillote me 28.000 lekë. Dhe ne do vazhdojmë të qëndrojmë devizës sonë që të paktën këtë vit të rritet 26.000 lekë dhe vitin tjetër filloj me 28.000 lekë. Vetëm kjo rritje ekonomike përkthehet në rezultat konkret për sa i përket problemit të hapjeve të punës, sepse disonje ditë ne kemi bërë një studim të mirëfillt në bashkëpunim me Universitetin Evropian dhe Qendrën e Studimit dhe Trajnimit të Sindikatave, një studim i cili është i mirëfillt akademik dhe shkencor, i cili thelbi i studimit është që nëse ne do të rrisim pagën minimale me 30%, atëherë ajo rritja ekonomike rritet me 3-4%, sepse 0,1% do ndikon konsum. 1% rritje pagë minimale përkthehet në 0,07% rritje ekonomike. Po, për shumë kush mund të thotë që jemi në kapitalizëm, nuk mund ta detyrojë dot shteti punëdhënësin të caktojë një rrogë minimale. Shiko, kjo çështja e rritjes pagës minimale sigurisht që është minimumi i mundshëm i rritja me 2.000 lekë të reja. Por gjithsesi e rëndësishme është që paga minimale të rritet e para. Dhe kjo rritje tjetë e vazhdueshme, tjetë të më diskutohet, le themi çdo vit, që rritja e pagës minimale. Dhe kjo do ishte shumë pozitive, sepse ka 3 apo 4 vite tashmë që paga minimale nuk rritet. Dhe nëse ne do ngelim dhe 3-4 vite të tjera pa e rritur pagën minimale, atëherë është shumë e vështirë që palët në këtë proces, sepse kjo çështje negociatash. Është shumë e vështirë që punëdhënësi, të pak në organizatat e punëdhënësve, apo dhe qeveria nga ana tjetër, të bjerë dakord për një rritje pagë minimale të konsiderueshme. Arrin ulën në një tavolinë, ulni do të gjithë palët. Realisht Konfederata është marrë shumë me pagën minimale, ka pas objekt të këtij viti. Siç do kemi objekte të viti, vjet kishin pensionet, si vjet paga minimale. Normalisht jemi marrë shumë me pagën minimale. Dhe paga minimale nuk jam shumë dakord, besoj dhe gjithë do të bim dakord, nuk jam që është një drejt thjesht vetëm e negocimit dhe e raportit të tregut, që ta vendosi tregu. Paga minimale është një mirë publike së pari. Dhe është një detyrim ligjor kushtetues për shtetin tonë, siç është për shumë vende të tjera edhe europiane. Ajo përcaktohet me ligj, duke pa dhe duke balancuar gjithë të raporte që folën përpara. Nëse ne kemi kërkuar vazhdimisht në tavolinë biznesin, ata vinë pa përgatitur. Ata thonë jo, sepse shkulin 4 bullona dhe shkojnë e vendosin në Serbi të fabrikës. Një kohë kur Serbia vetëm vitin që kaloi ka rritur me 40 euro. Ne kemi pagën më të ulët në rajon, nuk kanë ku shkojnë. Edhe në Siri nëse shkojnë, besoj që paga minimale nuk është kaq. Po është shqetësimi më i madh që kanë është paga minimale apo është puna në të zezë, kushtet e punës, ka lëvizur diçka në raport me informalitetin? Mos jemi nihilist, që është vërtet e qeveria aktuale ka bërë disa përpjekje për sa i përket problemit, por janë përpjekje të lëna në rrugë.
Kë mund të konsiderojmë sukses të kësaj qeverie në këto 4 vjet Në kësaj raport me përket punëtorët. kësaj kategorie? Tani zakonisht ne jemi të prirur pa anën e mos realizimeve. Sindikatat Po që tregojmë realist, të themi edhe një gjë. Po që tregojmë realist, ne kemi pasur edhe bashkëpunim për sa i përket problemit të reformës së pensioneve. Okej. Për sa i përket problemit të reformës territoriale, për sa i përket problemit të reformës për ligjet për asistencën sociale, për parkajën sociale, për shtresat nevojë e tjera. Normalisht ka për sa i përket reformës në sistemin rregullator të energjisë elektrike. Sindikata jonë ka qenë maksimalisht mbështetëse kësaj reforme, sepse ne jemi dhe nga fatmirësisht majoritare në sistemin elektroenergjetikës dhe rritja edhe për mësimi performancës kompanisë për kthejmë rezultate për punëtorët, siç u rritën rrogat me 36%. Cili është shqetësimi më i madh që ka një punëtor sot në Shqipëri? Dyën. Sparja është problemi i sigurisë në punë që ka të bëje jo thjesht me anën fizike, po ka të bëje me anën Jam në punë më nesër apo nuk jam? Pikërisht, ka të bëje me stresin. Stresi mendor, pak të vitit e fundit, është shqetësimi kryesor i punonjësve. Stresi mendor, i cili ka të bëje jo vetëm me vendin e punës, po ka të bëje edhe me stresin për çështje politike, për çështjet për femrat për aspektit seksual, për sa i përket problemeve të punës jashtërarit, për sa i përket problemeve të ndriçimit në vendet e punës, për sa i problemeve të punës me kompjutra. Një biznesmen i njohur më shkruan, rritja e pagës me urdhër dhe jo nga rritja reale ekonomike do të shkurtonte vende pune dhe nuk do të hapte vende pune, më thotë. Kjo nuk mund ndodhi, kjo ndodh nëse rritjet e pastudiuar. Do të jenë një nga këta që i rritrisnin në tryez. Dhe paga minimale, jo, akret normale. Nëse paga minimale do ishte rrit çdo vit në përputhje me indeksimin e inflacionit dhe rritjen ekonomike, sot paga minimale do ishte 260.000 lekë. Edhe biznesmeni do ishte i kënaqur sepse kishte parashikuar në kostot e tij. Biznesmeni do të rregullojë kostot nëse është inteligjent dhe koston për sa i përket koston e burimeve njerëzore, gjithmonë do ta përcaktojë realisht çmimin e punës. Të merret me qeverinë për taksat, për energjinë elektrike, ka front pune që mund të merren edhe biznesi për të krijuar rrethana lehtësuese biznesi. Shiko, për të shmangur gjitha këto, lind nevoja edhe për atë pjesën tjetër që ne duhet që ta shikojmë në një këndvështrim pak më të gjerë dhe çështjen e pagës minimale. Për shembull, ne duhet i bëjmë qartë. Ne nuk jemi Gjermania, shumë dakord. Të kemi atë qasjen sociale. Kemi më tulë se Kosova. Ne duhet i bëjmë të qartë edhe punëdhënësit që në situata të caktuara është shumë e nevojshme edhe rritja e pagës minimale, sepse kjo do rrit kënaqësinë e punëmarrësit, do rrit produktivitetin e punës tek ai. Dhe prandaj është nevojshme ato studime që kryetari i Konfederatës përmendi për çështjet të pagës minimale. Dhe në këtë këndvështrim është shumë e rëndësishme kjo. Pra gjithë palët duhet kenë disa elementë. Duhet dialogojnë dhe po të nxjerrin disa elementë që të gjitha palët kanë interes. Sepse rritja e pagës minimale është në interes të punëdhënësve. Ministri i Financave na solli një studim që kishte bërë një fondacion në Gjermani, jo Federico Berti, nuk e mbaj mend çfarë fondacioni, që nëse paga minimale do të rritet 30%, ashta thot sindikata, atëherë konkurrueshmëria në treg prishet deri në 3%. Që kjo është normale. Dhe ne e pranojmë me dy dorë, i thonë ministri 30%, konkurrueshmëria vetëm 3% është shumë pak, është e pandjeshme. Por ama rritja 30% është shumë e ndjeshme, jo vetëm për punëtorin, por edhe për organet tatimore dhe për sigurinë shoqërore, sepse ne kemi miratuar një reformë pensionesh, por ajo reformë pensionesh është miratuar duke pas parasysh që çdo vit paga minimale do rritet në përputhje me detyrimin ligjor. Nëse kjo nuk zbatohet, ajo dështon, edhe me radhë tjera. Ne ju falenderojmë të dyve dhe të gjithë ata që kanë diçka për të protestuar sot më 1 maj në orën 10 tek ushtari i panjohur. Tek ushtari i panjohur të bashkohen me sindikatat dhe të protestojnë. Do të ndalim në pak reklam dhe do të kemi të flasim për çfarë duhet bërë. Ka dalë udhëzimi për ata që duan të përfitojnë nga falja e detyrimeve të papaguara të makinave. Vetëm pas pak me Fiqir Midhën.